10 destinacionet e fundvitit. Bazuar në të dhënat e udhëtimeve më popullore dhe atmosferës së preferuar për festat e fundvitit, këto janë 10 nga vendet më të vizituara. Sharm el Sheikh, Egjipt. Egjipti është një destinacion i njohur gjatë gjithë vitit, por fundviti në Sharm el Sheikh ofron një përvojë të veçantë festive. Ndryshe nga traditat e zakonshme të lidhura me dimrin, si veshjet e Santa Clausit dhe ritualet klasike me dëbor, ky vend ofron mundësinë për të festuar në plazh. Kjo është një mënyrë teje e veçantë për të mirëpritur vitin e ri. Për ata që duan të shmangin të ftohtin dhe temperaturat e ulta, Sharm el Sheikh është zgjedhja ideale. Me një klim të butë dhe diellore, ky destinacion e kthen fundvitin në një pushim tropikal. Mund të shijoni aktivitetet ujore si zhytja dhe snorkeling në ujërat e mrekullueshme të detit të Kuq, ose thjesht të relaksoheni në diell. Hotelet dhe vend pushimet organizojnë festa gala dhe darka festive me ushqime nga kuzhina lokale dhe ndërkombëtare. Ndërkohë, muzika live dhe fishek zjarret ndriçojnë qiellin mbi det, duke krijuar një atmosferë magjike që e bën vitin e ri në Sharm el Sheikh një kujtim të paharrueshëm. Vjenë, Austri. Vjena, kryeqyteti i muzikës klasike, shndërrohet në një perlë dimërore gjatë festave të fundvitit. Shëtitoria elegante e Christkindlmarkt e Vjenës është një përvojë klasike europiane e Krishtlindjeve, e njohur për stendat e saj të drunjta, dritat e ndezura dhe aromën e ëmbëlsirave tradicionale si vanilje, kipferl. Ajo që e bën të veçantë këtë treg është atmosfera e përrallave, e cila i kthen vizitorët në një udhëtim në kohë. Për vitin e ri, qyteti organizon Silvester Pfad, një fest masive rrugore që shtrihet nëpër rrugët e vjetra të qytetit. Kjo fest përfshin skena të shumta me muzikë live, ushqime dhe pije, duke e kthyer qytetin në një pistë kërcimi në qiell të hapur. Mbrëmja kulmon me një shfaqje spektakolare fishek zjarresh mbi sheshin e Bashkisë, duke ndriçuar monumentet historike të Vjenës. Kjo atmosferë festive, e cila bashkon traditën me argëtimin e shfrenuar, e bën Vjenën një destinacion ideal për ata që dëshirojnë një festim elegant dhe plot jetë. Edinburgh, Skoci. Edimburgu është i njohur për Hogmanay-n e tij, një festival traditor për të festuar vitin e ri. Kjo fest tradicionale skoceze është një përvojë e paharrueshme dhe unike. Ajo përmban një procesion me pishtar që ndriçon rrugët historike të qytetit, duke krijuar një atmosferë magjike dhe epike. Festivali vazhdon me muzikë live dhe festa masive në rrugë, duke mbledhur njerëz nga e gjithë bota. Ajo që e bën Hogmanay kaq të veçantë është kombinimi i traditës së lashtë me festimin modern. Atmosfera elektrizuese ndërthuret me shfaqjet piroteknike mbi kështjellën e Edimburgut, duke krijuar një pamje të mrekullueshme. Kjo fest nuk është vetëm një shfaqje, por një bashkim i komunitetit dhe vizitorëve që bashkohen për të ndarë një eksperiencë të paharrueshme. Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe. Dubai e çon ekstravagancën në një nivel të ri kur vjen puna tek festat e fundvitit. Është i famshëm për shfaqjen e tij të fishek zjarreve që thyen rekorde botërore në Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë. Ky spektakël vizual nuk është thjesht një shfaqje, por një performancë orkestruar me drita, lazer dhe muzikë që tërheq qindra mijëra vizitorë çdo vit në zonën e downtown Dubai. Përveç spektaklit në qiell, Dubai është epiqendra e festave luksoze. Qyteti organizon evente e gala në hotele ekskluzive, klube plazhi dhe restorante me pamje mbreslënëse. Këto festa ofrojnë shërbime të klasit të lartë, ushqime gourmet dhe argëtim me performanca nga artistë të njohur ndërkombëtar. Për ata që kërkojnë një përvojë të paharrueshme, Dubai ofron mundësi të shumta,
nga një festë e qetë në shkretëtir në Nyje deri tek një festë e shfrenuar në klubet më të njohura. Kjo përzierje e traditave të festave me luksin modern e bën Dubain një destinacion të jashtëzakonshëm për të mirëpritur vitin e ri. Rio de Janeiro, Brazil. Për një festë në mod të ngrohtë, festa e vitit të ri e Rios në plazhin Copacabana është legjendare. Ajo është një nga festimet më të mëdha në botë në natyrë dhe tërheq qindra mijëra vizitorë çdo vit, së bashku me miliona banor vendas. Miliona njerëz mblidhen në rërën e plazhit ikonik për të parë fishek zjarret spektakolare dhe për të shijuar muzikën samba, të gjithë të veshur me të bardha për fat të mirë, një traditë lokale që simbolizon paqen dhe pastërtinë. Kjo fest unike bashkon një atmosferë magjike me një energji të papërshkrueshme. Qyteti organizon koncerte me hyje ndërkombëtar dhe vendor, ndërsa atmosfera plot energji mbahet gjallë deri në orët e para të mëngjesit. Veç kësaj, një traditë e njohur në Rio është dhënia e luleve si ofertë për perëndeshën e detit, Lemanja, duke shpresuar për fat të mirë në vitin e ri. Ky kombinim i festimit të ndezur, traditave shpirtërore dhe natyrës së bukur tropikale e bën Rio de Janeiro një destinacion të jashtëzakonshëm për të mirëpritur vitin e ri. Londër, Britani e Madhe. Londra bëhet një qendër festive me drita në West End dhe tregjet tradicionale të Krishtlindjeve. Rrugët tregtare të famshme si Oxford Street dhe Regent Street ndriçohen nga instalacione magjike, duke krijuar një atmosferë të mrekullueshme për blerje dhe shëtitje. Ndërsa tregjet si ai në Hyde Park Winter Wonderland ofrojnë lojra, patinazh në akull dhe ushqime të ngrohta dimri, duke tërhequr miliona vizitorë. Nata e ndërimit të viteve në Londër festohet me një shfaqje spektakolare fishek zjarresh mbi lumin tamiz, pikërisht pranë syrit të Londrës dhe ndërtesave ikonike si Parlamenti dhe Big Ben. Kjo ngjarje është kaq popullore saqë biletat shiten muaj më parë dhe qindra mijëra njerëz mblidhen përgjatë brigjeve të lumit për të parë spektaklin. Sipas statistikave, rreth 100.000 bileta shiten çdo vit vetëm për këtë shfaqje, ndërsa miliona të tjerë ndjekin atë përmes transmetimit televiziv. Kjo e bën Londrën një destinacion ideal për ata që duan të përjetojnë një festim madhështor dhe plot energji. Paris, Francë. Qyteti i dritës i qëndron besnik emrit të tij me dritat mahnitse festive përgjatë Champs-Élysées. Nata e vitit të ri festohet me një shfaqje verbuese dritash dhe lazerësh në kullën e Eiffel. Ky bulevard ikonik shndrohet në një shkëlqim magjik me miliona drita që ndriçojnë pemët, duke krijuar një atmosferë festive që është thjesht e paharrueshme. Përveç dritave të famshme në Champs-Élysées, Parisi ofron një përvojë të plot festive. Nata e vitit të ri festohet me një shfaqje verbuese dritash dhe lazerësh në kullën e Eiffel, një spektakël që tërheq qindra mijëra vizitorë. Sipas zyrtarëve të qytetit, rreth 1 milion njerëz mblidhen çdo vit në Champs-Élysées për të mirëpritur vitin e ri. Kjo e bën atë një nga festimet më të mëdha publike në Europë. Ndërkohë, tregjet e Krishtlindjeve ofrojnë produkte artizanale, verë të ngrohtë dhe ushqime tradicionale, duke i shtuar një ndjesi autentike dhe të ngrohtë festimeve. Sydney, Australi. Fal vendodhjes së tij gjeografike, Sydney është një nga qytetet e para të mëdha që feston vitin e ri. Kjo i jep atij një status të veçantë si destinacioni që hap festimet globale. Por, ajo që e bën Sydney në vërtet të famshëm janë fishek zjarret e tij, të njohura në të gjithë botën, të cilat ndriçojnë qiellin mbi urën e portit të Sydneyt dhe shtëpinë e operas. Ky spektakël vizual magjepsës tërheq miliona vizitorë dhe teleshikues çdo vit. Nëse jeni duke kërkuar për një festim të vitit të ri në diell, Sydney është vendi i duhur.
Ndryshe nga destinacionet e ftohta të hemisferës veriore, festimet këtu zhvillohen në mes të verës. Qindra varka mblidhen në port për të parë shfaqjen, ndërsa mijëra njerëz pushojnë në plazhet e famshme duke shijuar një atmosferë festive të relaksuar dhe të mbushur me energji pozitive. Përvoja e një viti të ri në natyrë me plazhe, barbecue dhe festa në qiell të hapur e bën Sydney një zgjedhje unike dhe të paharrueshme. Prag, Republika Çeke. Praga, qyteti i mrekullive dhe historisë, shndërrohet në një kartolinë magjike gjatë festave të fundvitit. Sheshi historik i qytetit të vjetër të Pragës është një sfond i bukur për tregjet e Krishtlindjeve, ku aroma e verës së ngrohtë me erza dhe ëmbëlsirave tradicionale mbush ajrin. Çdo cep i sheshit është i mbushur me stenda të zbukuruara që ofrojnë dhurata të punuara me dorë, dekorime dhe ushqime të shijshme çeke. Festimet e vitit të ri në Prag janë një përvojë e veçantë. Qyteti përgatitet me ngjarje në shkallë të gjerë që kulmojnë me një shfaqje spektakolare e fishek zjarresh mbi lumin Vltava. Kjo shfaqje e ndritshme shoqëruar nga dritat e kështjellës së Pragës krijon një pamje të mrekullueshme dhe romantike që të lë pa frym. Mijëra njerëz mblidhen përgjatë urës së famshme Charles dhe brigjeve të lumit për të shijuar këtë moment magjik. Qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I famshëm për shfaqjen e rënjes së topit simbolik në Times Square natën e ndërimit të viteve, gjatë kësaj periudhe, qyteti transformohet në një destinacion të mrekullueshëm dimëror për Krishtlindje, me pemën gjigande në qendrën Rockefeller dhe vitrinat verbuese të festave. Nata e Krishtlindjeve në New York City është një përvojë magjike, e njohur për dritat e saj verbuese, traditat ikonike dhe energjinë festive që nuk ka asnjë vend tjetër në botë. Nuk është thjesht një vend, por një përvojë plot festive. Pema gjigande në qendrën Rockefeller nuk është thjesht një dekor, por një ikon që mbledh miliona vizitorë çdo vit, nga banorët të qytetit deri tek turistë të huaj. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës së festave, New Yorku pret rreth 7 milion vizitorë, duke e bërë një nga destinacionet më të vizituara në botë. Ndriçimi spektakolar i rrugëve, pista e patinazhit në Rockefeller Center dhe vitrinat verbuese të dyqaneve në Fifth Avenue janë disa nga pikat kryesore tërheqëse që e bëjnë këtë qytet një destinacion të domosdoshëm për festat e fundvitit.